Banor, Leonora ka diçka. Alba, më dëgjon? Po, pa tjetër, me gjithë najtësi. Mirë shumë. Alba, fillimisht, po gëzojmë që je aty. Faleminderit, e respektoj. Mirë, uroj që gjendja jote emocionale të përmirësohet fillimisht, sepse mund besoj që dhe ti e vetëdijshme që sjellja jote atë natë ishte e papranueshme. Ofendimet po, sjellja nuk mund ta qytë papranueshme se jemi njerëz. Absolutisht po. Gjendja jote psikologjike më duket pak ka qenë rënduar. Po, realisht ka qenë rënduar. Shumë ka qenë. Ka të orë që ka shrudu vesht. Ne e dim që ti e një vajzë zgjuar, ke një vokabular po gjatë të gjerë dhe ke një uri, po uroj që ta përdorësh për të mirë. Prajmin e kaluar, sikur s'më ke dëgjuar, të thash, pse po e merë barën e fajt vetëm ti? Kur nuk ishe vetëm ti fajtore, kishe një bashk fajtore, po ti vendoset ta mirje barën e gjitha për vete. Jo, se mora barën për vete, pse? Sepse vendimet, unë i mora vetëm për vetën time dhe për jetën time që dal nga shtëpia. Nuk i thash unë Benitës, hajde dile dhe ti me mu. Në rast se do i thoja unë Benitës, hajde dile dhe ti me mu, se dhe ty ta bën këtë gjë, atëherë barën do merja për të dyja. Flasi për tek bara, se janë dy momente të ndryshme. Ndërsa momenti i parë, sepse unë reagova, mu nuk më intereson sasia, mu më intereson tendenca dhe se çfarë është përdorë si fjalë kundrejt meje, kështu që edhe në sasin më minimale, unë nuk e shoh vetëm bullizuese dhe normalisht do reagoja nga gjithë gjëja që kishte ndodhur. Jo, unë s'po them e sheh apo nuk e sheh se atë e shohin publiku 24 orë, ju s'keni si ta shihni. Madje s'keni si të shihni as miqtë e juaj aty brenda. Por unë mendoj që ti e more barën të gjithën për vete. Jo, as pak. Dhe si pasojë e kësaj e shef tani si janë relacionet tua me Benitën. Ne të gjithë po i shohim që kanë filluar të jenë. Leonor, me gjithë respektin, për çfarë arsye sheh ti që e mora barën Jenë më të ftohta atini. Benita është tërhequr nga Alba, si duket po don me alon gjithë fajin Albës. Dhe kjo po reflekton publik, të paktën unë po e shoh ashtu. Nuk na intereson opinioni publikut, çdo gjë do dale vërteta me kalimin e momenteve. Është akoma shumë herët për t'i vendos pikat mbi dhe madje njeriu zhvillohet gjatë gjithë jetën. Edhe gjithë jetën njeriu e vërteton vetën e vetë. Uroj, Alba, që këtë zgjuarsinë tënde ta